thënjet e mençura nga Immanuel Kant, filozof gjerman I mirënjohur me famë botërore. Citojmë disa prej thënieve të tij. Miq të njerëzimit, mos ia mohoni arsyes privilegjin e të qenit guri I fundit I provës së të vërtetës. Arsyetimi I kthjellët është në vetvete praktik dhe I jep njeriut një ligj universal e që ne quajmë ligj moral. Bukuria është simbol I të mirës morale. Çdo gjë që është shkruar nga meshkujt në lidhje me femrat, duhet të mbes e dyshimtë, duke qenë se ata janë në të njëjtën kohë edhe gjykatës edhe palë e çështjes. Yjet e qiellit për mua, ligj moral në mua. Kush tregohet mizor ndaj kafshëve, është paq I pandjeshëm edhe ndaj njerëzve. E vetmja dobi e madhe e shembujve është se ata mprehin gjykimin. Nuk ka virtyt aq të madh sa të jetë I sigurt ndaj tundimit. Vepro duke konsideruar njerëzimin gjithmonë si një qëllim, kur si një mjet. I çmendur është një ëndrrimtar me sy të hapur. Para se të vlerësohet nëse përgjigjja është e saktë, duhet vlerësuar nëse pyetja është korrekte. Inteligjenca e një individi matet nga cilësia e paqartësive që arrin të përballojë. Nuk është drejtësia që duhet I përshtatet politikës, por është politika që duhet I përshtatet drejtësisë në çdo kohë e në çdo vend. Etika nuk është saktësisht doktrina se si të jemi të lumtur, por ajo na mëson se si të bëhemi të denjë për lumturinë. Le të bëhet drejtësi edhe në qoftë se zhduken të gjithë zuzarët e botës. Gjinia femërore ka po aq inteligjencë sa dhe gjinia maskullore, por inteligjenca e saj është e bukur. Shkenca e matematikës na jep shembullin më të mirë se si arsyeja arrin të zgjerojë me sukses fushën e saj pa ndihmën e përvojës. Mikpritja është e drejta e një të huaj që të mos trajtohet me armiqësi kur hyn në territorin e një tjetri.